sillet në emrin e Allahut duke thënë La ilaha illa Allahu, edhe ai thot kështu, edhe në këtë emër ai sillet. A ditë çka të thot ai emër që ai mos të sillet, a ditë ai nuk sillet më. Po pati Muhamedi bab, po pati ai nën, po pati ai xhaxhai me ti mbështetës, po pati ai gjyshin e ti mbi këshillës. Sot kjo botë do të thoshte po, ka të drejtë Muhamedi të jetë i mençur dhe predikues edukator shumë i madh. Ka të drejtë sepse ai është në rrit në hijen e edukatorëve të mëdhej, në hijen e edukatorëve prijes. Po Allahu ja ka marrë ato që ta lënë ata jetim të vërtet. Vjen pra prej qiellit të shtat, prej Lauhi Mahfuzit, libri më i madh që se ka pa as qielli as toka, fjala e krijuesit të njerëzisë e prir nga ajeti i parë numër 1 për ka zbritja, me fjalën numër 1 për ka ajeti, Allahu njerëzisë i drejtohet nëpërmjet gjuhës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me fjalën Iqra. Ya Rasulallah, Ya Habiballah, Ya Khalilallah, Muhammad, Ya Rasulallah. Dhe tani e ftojmë hoxhën e nderuar që të fillojmë me ligjërat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Të nderuar prezent në shtëpinë e kulturës në Dedovë, fëmijë të mëdhaj pleq, para së gjithash, para gjithëve ulema të nderuar, përgjegjës të organizimit të tribunës, unë ju përshëndes me përshëndetjen e Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu, me atë përshëndetje që muslimanët përshëndeten në tokë, me lajket në qiell dhe xhennetlit në xhennet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seriozisht jam qenë interesuar gjithnjë që rast pas rasti kur t'i vjen rendi një nga tribunat tona të jetë biseda rreth pasurisë në syrin e Islamit. Të thotë, si e sheh Islami pasurinë? Defekt që i shmoti i ngulitur të njerëzit musliman me të madhe të ata që nuk janë musliman mirë po. Ne jemi të interesuar që besimtarëve tanë t'ju e shpjegojmë di fjalë modeste në lidhje me atë se si Islami e sheh pasurinë. Në këtë sallë, në këtë shtëpi të Zotit sante, ata që janë të ri, janë në shkollën e mesme dhe janë në fakultet, ata mund të mendojnë se kjo tribun dikun e pas ka titullin mas kornerit, dikun e pas ka vendin mas gollit në stadion, por jo, ata janë biznismenët dhe se nesër mas pasuria do t'jetë në dur të atyre nesër, ato janë faktikisht sot më të gjallët, por atë jemi të interesuar dhe u bajmë me dije atyre se nga zemra ju themi që të kenë kujdes, sepse ata mas pak ditësh do të mirën me atë që e ka emrin pasuri mirë po. Kur të flasim për çështjen e pasurisë, në fillim të dëgjimit të parë të njerëzve rreth fjalës pasuri, mund të mendojnë ata diçka që na se kemi sot për qëllim. Ata mund të mendojnë se flitet për ata dinar që i ka njerëzit dash në xhep, flitet për ata pak të holla që i bajnë mend njerëzit me blerë diçka në treg, po s'kan mundësi,
flitet para te që i kanë dëshirë me shqit, për s'ja u vlen kush, kjo kejtë sa është qëllimi jonë. Qëllimi jonë fillon pak më nalë. Qëllimi jonë, një bisedës tonë fillon pak më lartë. Kuj Allahu i thot pasuri dhe ku fillon ajo? Në të vërtet, në fund, ku mbaron ajo? Kjo është qëllimi i bisedës tonë sot. Pra le të jetë kjo deri këtu një hyrje modeste e asaj që na kemi parapa për të thanë sa të këtu. Unë do të filloj me ju pra duke bisedu për çështjen e asaj që është më së larti, derisa në fund të kalojmë inshallah te ajo që është më së paku. Ka thënë Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin e Kerim, në surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك. Këto faktikisht janë dy fjalët e Kur'anit Kerimit të cilët na qish në fillim do t'i qesim në teskin e pazarit të tribunës tonë sante. Allahu i dashur, pronari i gjitha pronave. Allahu i dashur dhe që ne besojmë në ty. Ti je pronari i gjitha pronave. Pra ti nga prona ite i ke dhanë atyre që ke dash me ju dhanë. Kur kanë mendu ato sa e prona është atyre ja u ke marë, e i ke dhanë atyre që s'kanë pas, jo që vetëm nuk kanë pas, por kanë mendu se nuk do t'kenë. Kanë qenë të bindur se janë të lanën mas shpine, ata qërë pastaj kanë qenë të bindur se kjo pasuri nuk del nga dore atyre. E ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, Kul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. O pronari pronave të përgjithshme, ata të imtat dhe ato më të mëdha, ata janë të gjitha në dorën tënde dhe ti e pushtet mbajtësi mbi ta. E merë prej dorës kujt të duash, ja jep në dorën e atij që të duash, e pastaj kur të bahet ai kur të del nga ajo që ti ke dëshirë të sundosh mbi pasurinë tënde si duhet të sundon besimtari, ai harron ata, ai harron pastaj se ti je edhe në pronën e atij pronor, ja merr njërin e ja dërzon qetrit, njërin vetëm e ke fut në sprovë, e ka rapi provimit, qetri ka hi në derën në universitetit për të sprovuar para ditë, ta shohim çka po bën ki, dorë pas dore, ditë pas dite, duke pas parasysh se të gjithë së bashku, pra të gjithë së bashku në këtë dunjë jemi para një aeroporti i cili në të cilin aeroport njëri zbret me aeroplan, qetri e ka biletën e re, hala s'ka hip në te, por njëri ti zosët atë bileta zbret në tokë, hip qetri po në atë aeroplan. Na nuk jemi këto as gjë tjetër, as një vend tjetër, as një lloj stadiumi tjetër përveç se me një spital njëri shërohet dhe del prej gravetët të spitalit, në atë ditë njëri shtrihet, bile e ka rezervuar një ditë përpara një gravet se ka marrë, a rezervohet graveti i spitalit, po rezervohet edhe graveti i spitalit, ne nuk jemi ndryshe këtu përveç se një stacion treni, njëri zbret prej treni se e ka kriju udhtimin, ai qetri hip në tren, por në karrikën e atij. Allahu Jalla Jalaluhu na sprovon ne me diçka që duhet të bajmë disa punë të cilët janë për qëllim në shpjegimin e santit. Ai bileti që ke bleti me hip në aeroplan është pasuri. Ai bileti që ke bleti me hip në tren është pasuri. Ajo karrika që e ulti është pasuri. Kreveti jot ku flen ti është pasuri. Shtëpia jote ku jeton ti është pasuri. Shkolla ku je ulti është bank, është pasuri. Pra vendi ku je ul sonte në sallë është pasuri. Kejt nuk është kush kejt pasuria me qenë jotja, sepse njerëzit mendojnë ta kenë pasuri atë që e posedojnë dhe kanë pushtet mbi të, sa është e vërtet. Këto karrika që je ul sonte ti nuk është pushteti, por ti je pra sonte ati. Ajo është pasuria jote. Ne nuk miremi vetëm me atë që na ka dhënë Allahu ne, por ne mirem me një pjesë të asaj që na i ka dhënë Allahu ne, e pastaj në shumicën e rasteve miremi me pasuritë që nuk kemi pushtet mbi ta. Jemi pjesëmarrës të një rotacioni lëvizës
i cili sillet është tamam si një rengishpil, pra një rotë në rumbullakët me korpa. Keni kujdes se këta javë kam lënë për një kohë të shkurt, pastaj javë lënë qerë. I nderuari xhamat prezent. Në këtë pronë të cilës ne i kemi thënë pasuri, ka pra shumë edhe ka pak. Cila është shumë? Shumë është ajo që një njeri me një shtet ka vu dorë mbi te gjithsejt. Ajo është shumë. Ajo është shumë. Një mret me një shtet ka vu dorë mbi gjithsejt që ka është në shtet e shtruar prej Allahut, edhe ka thënë ai, kjo është e imja. Nuk është knaq me fjalën mret, nuk është knaq me fjalën melik, po tashte ai po kërkon që t'i vet një epitet tjetër. Epitet të cilin ne kemi trasu në Kurani Kerim në ajetin që lexuam në surën Ali Imran, ai po kërkon që t'i thotë tashmë melik, jo melik. Melik në gjuhën shqipe nuk ka fjalë. Ka fjalën për melik, perandor, mret, pushtembajtës, tigan, tiran, çka do dush thuj. Por nuk ka fjalë për fjalën melik në gjuhën tonë. Absolut nuk gjendet as për sa afërmi. Melik do të thotë e imja është nën, e imja është poshtë, e imja është anësh, e imja është në të majtë, e imja është parameje, e imja është mas shpine. Kja është melik, a i podojnë që t'i thojnë tash ati melik, sepse melik më mret pak. Këta njerëz duhet t'i qelin sint, këta duhet t'i hapin sint, prej kësaj bote t'a marrin vetëm pjesën e vetë. Pak ma pak se këto, ata ma pak se këta, nuk kanë mundësi që të thëjnë e imja është në 6 anët, nuk kanë mundësi që të thëjnë e imja është në 6 anët, por këto kanë dëshirë që të marrin prej 6 anëve, aq sa të mundën me marrë. Prej 6 anëve të sjellin në gjepat e tyre, aq sa kanë mundësi të i thrasin të gjithë së bashku që të bajnë kujdes, sepse Islami ka thënë, po të dha njeni një emanet shumë modest të vogël, një emanet sa ky, të qojsh të njeni atje, e ke të ndaluar të hish në shtëpinë tënde, e pastaj të qojsh. Duhet të shkosh të qojsh emanetin atje, e pastaj të shkosh në shtëpinë tënde. Si të hish të shtëpia jote e ke gabu rrugën, me emanet në xhep, e ke gabu rrugën, të dera ati, pastaj në shtëpinë tënde. Në Kurani Kerim, në suratul Alaq, ati në ajetin 6-8, Allahu Jalla Jalaluhu ka thënë, innal insana la yatgha an ra'ahu staghna inna ila rabbika ruj'a. Njeriu asdisët kur të sheh vetën se ka një pasuri afër. Ai fillon të asdisët pra. Të asdisët sa shqip, as turqe, po s'ka njeri që nuk e di. Ai që me pasurinë e vet kur të sheh se e ka bën fillon të asdisët, duhet ta mësoj një send më një herë, të shkon në xhami, ti pitur e motë vet, apo spontanisht të ndëgjon prej atyre, se nëse je ti ai që i asdis, kujshia jot ka fillu prej teje me u bezdis. Pra e kundërta e të asdis më sante, është bezdisja e qetrit. Nëse ti ke fillu mu asdis, kujshia jot ka fillu mu bezdis. Si, a ka të një shembull të gjallë, po njeni ka jetu me një gamar, një kohë të gjallë, prej pasurisë së vetë nuk ka pas fat që të ketë ma shumë. Një shembull të vogël, një shembull shumë modest. Njeni ka pas një gjallë në Bagdad, kjo ndodhi ka ndodhë para një 700 viteve, edhe e merë gjallin përdore si qënë t'ja qënë ati i efendiut të lagjës që t'ja banë djetarë në Bagdad. A i ka thanë, po, unë kam me pranu këtë gjallin tënë. Por ti si prind duhet t'i plotësojsh di kushte. Ka thënë, nëse ti i plotëson këtë di kushte, mund të banë gjallin jëtë djetarë. Ka thënë, a i cëllët janë ato kushte që duhet unë me i plotësu, ka thënë, duesh me i dhanë 20 dirhem në mujt për ushqimin edhe gjumin të unë, edhe gjallë jetë duhet të rrinë të unë 20 vjetë. Që të banë djetar, sepse për 4 vjetë mund të banë vetëm sekretar, as njëherë djetar. Ju quna gjendja për fakultete, ju me 4 vjetë mund të banë sekretar, për djetar as njëherë. Djetar 20 vjetë, 25 vjetë ka 15 orë lezim dite, atëherë. Ka thënë duhet të rrinë 20 vjetë kite unë. Ka thënë a i prindi ati qunit, u kri, ka thënë s'kam mundësi, po e marë, sepse nuk kam unë pasuri. Ka thënë kejtë pasurin e kam një gomar. I ka thënë hoxha,
Mere dhe gjalin, pra qoj të shtëpia leje pa shkollë, i banë 2. Do t'i kesh 2 gomar. Pra unë hina me këtë shembull këtu, pasi që atia për me në emnin, hina me këtë shembull këtu. Njeri ka pas rast të jeton me një gomar, tanë jetën dhe të furnizohet me te. Nga dal ka desht krijuesi që ai të ketë pastaj një kerr fiq. Pastaj prej asaj ka shku në një kerr më të fortë, pastaj ka dalë me një kombi, tash ka dalë me një kamion 15 ton, me një shleper 20 ton, pastaj me 2, me 3, me 4. Edhe ai tash ka fillu me uazdis, e kallat kamionin para xhamave të kuishies, edhe e kall, edhe i thot atij çunit vet, venja kamën këti në gaz, që të nxehet mirë deri unë të hap buk, të pastrohem, të lirohem, të pi çaj, të bëjda kur të dal, kuishien e ka bën ty me megëll. Pra ki ka fillu me uazdis, kuishies shka i ka ndodhur? Kuishia ka fillu me u bezdis. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Kerim, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu me të vërtet kur t'i jap unë pasuria atij, ai fillon të azdisën, por që fillojnë të bezdisën. E mirë, a ka mundësi që të jesh i pasur dhe jo i azdisur që të mos jenë qerë të bezdisur? A ka mundësi? Po, ka mundësi. Ka mundësi. E para sen që duhet plëcu është të dish se ti me gjithë pasurinë tëne jeni të Allahut. Kuishia me gjithë shtëpinë e vet, ashe Allahut, rrugët ka hec ti, nuk janë tuat, vendi i parkingit nuk ashe joti, ti ku e lën maqinë nuk ashe joti. Sjellja jote keq bashku është në radarin e Allahu xhalla xhelalu. Livorja e portokallit prej kerrit tan, nëse ti ke një kerr të mirë, livorën e portokallit dhe bananës nuk guzon me qit për xhame ashtu, nuk ke të drejtë të pështish, sepse pështin ku do të pështish, ke i tash Allahut, ai las në vend asnjë pjesë të kësaj toke sa për pështimën tënde, se ke tanën pror, s'ka tanën pror, ke i me gjithë oborrin tan, asha Allahu xhalla xhelalu. Kështu kemi rënë dakord që në fillim në ajetin e parë, që të mos jemi në ata azdisur, që të mos jemi qenë prej neve të bezdisur, duhet të kemi kujdes në atë që e posedojmë na. Ka thënë Kur'ani i Kerim, ma asaba min musibetin wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ka thënë të dashur të min Kur'ani i Kerim, çka të bjen e mirë dhe e keqe në dorë, çka të bjen e mirë dhe e keqe në kokë, çka të bjen e mirë dhe e keqe në prorë, duhet të kesh kujdes se Allahu e din ata, para se të vjen ajo në dorën tënde. Ajo ka qenë ai xhalla xhelalu ka qenë ditur se ti do të jesh nesër ai që do ta kesh. Ai e din tash pasurinë tënde kur kush do ta ketë te varri, kur të shkojsh te varri, kur të shkojsh a ditë që të përcjellin njerëzit deri te varri, 3 sende të vinë me ti aty. Deri te goja e varrit, 3 sende. Di kthehen prap, e njeni jetë aty mrenda, ata që kthehen prap janë fëmijët dhe pasuria jote. Sepse gjemë të tu që i ke ti, i kanë 4 sinj, kurse ti që ti që jesë në shtëpi i ke vetëm 2. Gjemë të tu i kanë 4 sinj, ti i ke 2. A ditë që ti mshelesh ato 2 ti, ato gjemë të tu ti i kanë i rujnë për me gjetë rrugën, kurse ti me ti shti durët në gjepë me të pa që ka ju ke lanë. Po ato ati i kanë sinj, ato tu qasit me lëk i shofin ato sende që i ke lanë ti në gjepin e atyre, harrojnë se dhe ato një ditë do t'ja dërzojnë. Pra te varri këthen pasuria prap edhe këthejnë fëmijë, jesin punë të tua ati. To mos jesh i humbur në këtë botë, sepse prej dorës tënde e ka ditë Allahu se do të shkon në dorën e qetrit, prej dorës ati në dorën e qetrit, e faktikisht ku është prona jote. Tapi në këtë botë e ke vetëm një send, tapi e ke në këtë botë vetëm një send, tapi e ke në këtë botë atë që me pasurinë tënde dhe fjalën tënde e ke bën në këtë botë mirë. Vetëm ajo është tapia jote. Atë tokë, atë arë, atë prorë e merë me vete. Kurse këtë qetrën se ke për mi vete, nuk ashtë me dokumenta mbi teje. Çka është kjo pra? Kjo është se i bari në stadiumin e futballit që lujnë për ditë të rritë ati, ata fillojnë me lujtë ati, dalin prej asaj loje, a jetë ashtu i gjelbër, jetë me lujtë qetë mrafa. Kur gjatë qetër, as ma pak, as ma shumë. Aja është kjo pasurin që i ke ti, as ma pak, as ma shumë nuk është se një qeshme hajrat e ndërtuar në skajtë të rrugës, për një kalimtar dhe hec, vjen pastaj pinë qetri. Edhe aja është prorë. Pasuria jote është hiq ma pak, as ma shumë, as ma pak se qeshma në skajtë të rrugës që ka ndërtu me pi kalimtarët. Ajo e ban të njëjtën punë për ditë, por jo për ditë të njëjtit njerëz pinë në te.
Ajo e bën të njëjtën punë me ujin e vet për ditë, por jo këto kalimtarët janë ato kalimtarë që kanë kaluar dje. Kështu as pasuria jote. Të orientohemi mirë, likej la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu fima atakum. Për të mos u mërzit për atë që ju ka kalu dhe të mos u gëzu tepër për atë që nuk ka. Kështu ka thënë Allahu xhallahu xhelal. Ka sende që ju kanë kalu, mos u mërzitni për të. Mos u mërzitni për atë që ju ka kalu, të mos gëzoni tepër të tepruar për atë që nuk ka. Atë ma madha fata wal mu'ammalu ghaibun walaka as-sa'atu allati anta fiha. Ka thënë inma hadhihi al-hayatu mata'un was-safihu al-ghabiyyu man yastafiha. Ma madha fata wal mu'ammalu ghaibun walaka as-sa'atu allati anta fiha. Kjo botë është me të vërtet një lojë e çuditshme në Kur'anin e Kerim. Inma hadhihi al-hayatu ad-dunya lahwun wa la'ib. Është lojë e çuditshme. Është lojë e çuditshme. Ka thënë was-safihu al-ghabiyyu man yastafiha. Është më në lehtë ai që e zgjedh me ahiretin, me xhennetin e tij, edhe i jep përparësi kësaj bote. Është shumë më ndjelet ai njeriu ndaj ai që bën kështu është më ndjelet. Ka thënë ma madha fat mos u vërdit për atë që ka kalu. Asnjëherë të mos e shiqojsh mbrapa më, sepse ne nuk e kemi të lejuar të shiqojmë mbrapa. Ne kemi të kërkuar të shiqojmë para, por të mos gëzohemi për sende që nuk dim për ta, por për ata që s'dim për ta. Nga ka thënë Islami një shenjë të bukur të udhëzimit, ka thënë walaka as-sa'atu allati anta fiha, shfrytëzo orën që je në ta dhe hapi syt për hapin që po vjen. Shfrytëzo orën që je në ta, hapi syt për hapin që po vjen. Ti që je në klasë të shkollës së mesme, ti a je i lejuar që në bank të klasës së shkollës së mesme, në orën e parë të mëngjesit, të ulesh kokën poshtë dhe të shiqojsh në bank, të vend mësuesit të ngrejnë për veshin dhe çka i të bë? Jam të kujtu për dje. Miru bë, a ka mundësi pra që të ngrejsh kokën dhe të rrish në këtë mënyrë kështu, të pyet mësuesit ku je për nesër. E kësaj orës çfarë të shpjegoj mësuesit në rast zezë çka më i bën kësaj. Ato formulat ai që i trasoj aty në drasën e zezë këto kurvi pa. Gjimsën e orës shkoj koka të poshtë për gjë. Edhe gjimsën e orës të shkoj koka nën për nesër. Kësaj orës tash ka më i bën kësaj. Jo, këta ka Islami për qëllim. Përvetësimi i orës së momentit maksimalisht e pastaj përgatitja për hyrjen në orën tjetër që të dim cila është në orar dhe t'i përgatitim me asaj. Kjo është jeta e besimtarëve. Këtu ban pjesë pasuria jonë aq sa kemi. Në kam mësu neve dini jonë që të jemi në lidhe me këta sende shumë të kujdesshëm. Ka thonë ja juhen nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. A u përdor fjala pasuri, më njëherë në muslimanët mësoj se nga ajo diçka ka në xhep, nga ajo diçka ka në ark dhe nga ajo diçka ka në bark. Pasuria i ka 3 pozicione, 3 pozita gjithsej. Pozita numër 1 është atë që e ke në ark, sepse ti nuk e han pa u pek. Ai bostani posa të vinë nuk e hanti atë, kur të vjeket e hanë. Pra pozita e pare pasurisë që ke ti është në arë. Pozita e dytë është ajo që ke në xhep, rrogën e merr prej banke, pra në bank është para herë, pastaj në xhep e pastaj në gojë. Këto 3 sende Islami ka vënë rregull si mos sjell me ta. Ka thënë kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hani prej asaj që e keni në tokë pjesën halal, sepse janë 2. Harami edhe halali janë 2 pjesë. El haramu rizq. Shumë njerëz për fat ka kemi hec dhe ka kemi spjegu, ka kemi ndëgju, ka kemi taku me njerëz, nuk e din, nuk e kanë ditë se edhe harami është rrezik. Edhe harami është rrezik. Si mund të jetë harami rrezik? Mund të thot njëri prezent në sallë se tash ti po ndëgjoj këtë fjalë herën e parë. Unë kur s'kam dëgju se harami është rrezik. Edhe të kuptonaj më njëherë se kjo e pas ka kuptimin, pasi që harami ka në rrezik, e pas ka kuptimin keq ka të gjojsh haje se e pas ke rrezik. Kështu mund të konkludoj njerëzit, kështu mund të kuptoj njerëzit. Ata mund të dalin të formula e shpejt të kjo formull, pasi që harami na qenë ka rrezik, keq qenë ka mirë me ngranë shka të gjesh. Kur të mësojmë ne besimtarët, çka është rrezik, atëherë mësojmë çka është halal dhe çka është haram. Të dashur,
Ata që e kanë të përzirë, prastaj ate që e thamë, ata e kanë të përzirë një sen në islam që zgudzon me u përzi asnjëherë. Dallimi mes fjalës pasuri dhe dallimi mes fjalës rrezik, sepse pasuri edhe rrezik janë dy komponente larg prej njëra tjetrës. Ata që mendojnë se pasuria është rrezik e atij, ata dalin për një kalli të misrit, vranë me kojshien, sepse lopa e kojshies ja ka ngranë një kalli të misrit. Ata mendojnë edhe i thojnë atij, më ke prek në rrezik. Këta kanë bën gabim të madh. Këta i kanë përzit disende që nuk përzihen njëra me tjetrën. Fjala pasuri është komponent në vete, fjala rrezik është komponent në vete. Po mirë, si mësojmë ato shpejt e shpejt që të mos na trubllohet pastaj mos me di çka u bën. Rrezik, pasuria ka definicion, rrezik ka definicion. Kur ti mësojmë definicionet të dyra, e dim çka do të thonë harami është rrezik. Çka janë definicionet? El malu ma melektehu. Pasuri është ajo që e posedon. Rrezik është ajo që e ke ngranë. Ajo që ma ka hi në bark. Ajo është rrezik. Ajo që e ke në xhep nuk është rrezik, është pasuri. Këto i kanë përzi njerëzit duke menduar se edhe atë që e kam në xhep është rrezik. Nuk është rrezik. Rrezik është ajo që e ke ngranë. Me cilën argument pra fetar, me cilën argument islam, mbi argumentet islame, që janë argumente as që dojmë me bisedu për ta vela. Cilët janë argumentet islame se rrezik është ajo që më e ke ngranë. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Inna nafsan lam tustawfa hatta yustawfa rizquha." S'ka me vdek asnjëri prej jush pa ngranë rrezikin e vet. A vdes njëri me disa të holla në xhep? Vdes, pse si ka hëndër ato pra? Po nuk ka pasuria. Nuk është kusht me ngranë të gjithë pasurinë që e ke, e pastaj me vdek. Se pastaj dush me hangër. Ate që e ke në dhomë, ate që e ke në kuzhinë, ate që e ke në banë, ate që e ke në arë, kejt detelinën dush me hangër e pastaj me vdek. Sepse ti ke thonë ashara jetë. Ke thonë ashtë detelinën, kejt kalamoqin talën, kejt kashtën dush me hangër, kejt grunin hamarin dush me hangër, kejt komplet me ngranë, këto e pastaj me vdek. Kur ti sosësh hamarin me grun kejt, me thes, edhe veshtaq dush me hangër, sepse ashe jotë. Kejt dush me i hangër, nëse ti me ndonë se pasuria edhe rrezik janë një sen të dijat, ti s'ke mundësi me vdek pa i ngranë tuat, pra dush me ngranë kejt ato. Nuk është e vërtet, dush me ngranë traktori. Njeri du të hajnë kombajnë, se jash e ati, ka thënë kja është prona ime, është rrezikë, nuk mund të të ashtu. E rizku ma e keltehu, rizik është ajo që deri tash e ke ngranë, pra rizkun kam pi tash një fitu i këtu. A ishte rreziki jam, por kjo nuk di gja për ta mo. Nuk di gja me të vërtet, nuk di gja për ta. Deri sa ta provoj nëse e ka shkru Allahu me bie dhe ma. Kjo është dallimi mes fjalës rrezik, e tash ti prapë. Ate që e ke ngranë edhe është halal, ishte rrezik ajo. Ate që e ke ngranë edhe është haram, edhe ajo ishte rrezik. Po mirë, me çka dënohesh ti nesër? Me çka dënohesh nesër? Dënohesh me atë haramin që e ke ngranë. Pra njëna pjesë e rrezikit është halal, qetra pjesë është haram, ai dalë në dy pjesë pra. Ai pra dalë në dy pjesë. Njëna pjesë është halal, njëna është haram. Sepse në dinin tonë nuk ka argument, nuk ekziston argument se njeriu në përgojën e vet mund të fut vetëm halalit. Ti shkon kështu, na shkum në xhenet keq. Po të kish qenë se na në gojë nuk mund me shti haram, vetëm halalin e kalojnë në përgojën tonë, na shkum, na kalum, na e dham provimin. Jo, kjo është tunel shumë i keq. Kjo është tunel pa drita. Pastaj kerri që jenë në këtë tunel halama hiç s'ka drita. E ku rrinë dritat pra? Ata dritat rrinë në librin e Allahut, në sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, në gojën e ulemave, në kursitë e xhamive, në mimberin e xhamive, në mësojtorët fetare, aty ku argumentet e Allahut na zbresin dhe na mësojnë si ne të hap të ushqemi me atë që është halal, vetëm me njënën pjesë të rrezikit pra. Vetëm me njënën pjesë. Ebu Bakrit radiallahu ta'ala anhu i ka pru Abdurrahman, gjali ti ka pas emrin Abdurrahman radiallahu ta'ala anhuma, i ka pru një hurm edhe aja hanë atër. Pasi që e hanë, thot Abdurrahman ta'ala, afro këtu, ku e more? Ka thënë,
Kjo është prej sadakave. Gishtin jashtë. Ebu Bakr në gishtin jashtë. Ka thonë ki bark si jeton për sadakave. Ki bark djeton këtë prej dorës e gjashtë. Kështu ka thonë, e kanë zirë jashtë, sepse ka logari nesër. Kush ka qenë prej sahabëve, reshti i sahabëve të dashur të mi, reshti i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është reshti i njerëzisë që ma bota se ka pa, për ka afrimi dhe dashuria mes njëri qetrit, për ka respekti dhe dashuria mes. Ne shumë pak e dojmë tash njëri qetrit. Me vërtet shumë pak e dojmë njëri qetrit. E mund ta dojmë disa orë, pra jo me rregull. Generata që më shumë di njerëzit kanë qenë të lidhur dhe kanë dashur njëri qetrin janë generata e parë. Si pa toka më, nuk i pa më deri tash inshallah i nesër. Mirë, prej këtë sahabëve, kush janë ata ti që kanë qenë më të afërmit mes njëri qetrit, më të lidhur mes njëri qetrit? Cilët janë ata ti? Di kanë qenë të njohur në historinë e sahabëve më të lidhur mes njëri qetrit. Ata janë di. Abu Dharr al-Ghifari edhe Uthman ibn Affan. Di të njohurit të lidhur mes njëri qetrit. Kur të pajëdhnur, sepse të njerë edhe atili ju ka ndodhë për din diçka. Të njerë njerëz janë ato, s'janë pejgamber, njerëz janë. Këtyre di kur, as njerë. Një dit të mfalni, të dashur të me një dit, Abu Dharr al-Ghifari, dit pas dite, me ekonomien e vetë, me pasurinë e vetë, shtrinet për toke. Edhe i tregojnë, Osmanit i tregojnë se Abu Dharr i do se jot ka problem me ushqimin sante. A i s'ka sante sofër. A i s'ka vu iftar fara me familjen e vetë. Abu Dharr al-Ghifari s'ka vu sofër sante, i kalzojnë Osmanit. Ku i kalzojnë? Ma të dashurit, ma të afërmit, ma të ngushtit. A i merë disa dirhem, edhe shkon të Abu Dharr al-Ghifari, mi a dhanë ati për sofrën që sante s'ka me u vufime. I ka thënë, as njëherë, shoqit, më të ngusht në jetë, as njëherë. Ka thënë, pseja, Abu Dharr, pse si merë këto? Ka thënë, nuk kam nevoj. Ta shti kisë ka nevoj. Më kështu ka thënë, nuk kam nevoj. I ka thënë Uthman ibn Affan i këti një fjali, që besimtari duhet të jetë një tingel në kujtes deri sa të vdes. I ka thënë një fjali, ka thënë, ja, Abu Dharr, meri ka thënë këta, se kur ti mirësh këta dërhem ti, Allahu mua më shliron për zarë me gjahnemit me këta. Sadaka të largon për zarë me gjahnemit. Tha Allahu më liron mua për zarë me gjahnemit. Ka thënë ja Uthman, Allahu ti të liron, por unë si ti marë mu më robnën. Mu më robnën, ka thënë në bëhem rob pas taj. Si ta mirësh pasurin e njënit të kishë qef të jep aj, të jep pi, të jep aj, bëna shrob. A i ke pa politikanëve shka ju ndodhë i dashurim. A i ke pa shka ju ndodhë politikanëve. Kur të ven njeni për një plan shpije, për një rrugë, për një diçka, kur t'i ven edhe ta blen po politikanin, ta blen, ta korrupton atë, ta korrupton me vërtet me 1.000 euro, me 2.000 euro për një nënshkrim, ta korrupton atë, a i ke pa shka i ka bo? A i ka të blari i qethë, a i që ka vëtë një gomara që një politikan e ka ble, pas ta e ka robnu. A i ma nuk është a i qka duhet të jetë ma. Gjys me ati katrana shezis. A i është ba me ngjyra si ata danezët në stadion të futbalit. A i ka fu një vep ngjyre dhe une se dia jo a heket ma as heket. Ka pranu që të ba trop. Ka thanë dhe Badharri Uthmanit rabdi Allahu ta'ala anhu, po ti e me ate që i përbajep nga pasuria jote. Ti Allahu të liron prej zarmit. Por mu më robnën. Pastaj ndoshta unë mujë me mendu se një dit gjalijet, ti thot gjalitem ma vol, pasi të vdesme në atit të ngushtit mes janë i qetrit, ti thot a gjalitem. Mëse ngrejt i zanin shumë, se babën tanë baba jeme ka pajë me bu. Mësu banti, mësu. E pastaj aj, gjalijem mund të bëhat minister nesër dhe mund të bëhat një diplomat shumë i mirë, mund të bëhat mufti, aj mund të bëhat kretar i Bashkisë Islame, aj mund të bëhat kretar shteti, aj mund të bëhat një politikan shumë i shkëlqishëm. E ki djali i thot djalit atia, mësha që ki baba jo qka po kretar shteti. Ki, teri gje, të na ka hongër buk. Ti po më kalëzon mua se baba jo të dikushi, po ti baraj, po mos me paskon baba jo ti sot ishe i tek. Edhe atje indikon këti negativ pas taj kjo punë. Kështu e Badharr radiallahu ta'ala anhu do të jeton i lirë edhe neve në mëson sa
që jetojmë të lirë, të mos bim pre elementeve ekzistuese të sistemit diellor tonit, ati diellit të vogël, sa një ruz të spi të vogël që përna ban drit neve, të mos bim pre sistemeve të kurkuj hiqit, që të na i ban gjem të tonë ne, të na i ban 1 milion gjem shqiptar, musliman në Macedoni, gjem të papun me një gest të vogël, duke na thanë neve se, ose duke thanë në njëri qetrit, pse ju nuk po punoni, pse s'po punoni, pse po dilnin 5 në 6 në trotuar me pi, pse i keni mush gjithë to karrika me nejt me pi, pse gjithë këta hen këtë madh, pse ju kështu, pse? E pastaj ta gjejnë përgjigjen të një gjallë, apo të më shumë se një gjallë duke na thanë, apo mëlla Jakub, ne jemi 5 vllazni, kështu ne jemi 5 vllazër. 5 vllazën ka 300 miliard ndihma sociale, 1500 miliard. A ban me më kallëzu ti si mi fli sa ki rrugën për zotin. Unë e kam rrugën 148 euro. 148 euro e kam rrugën. Por unë jam mufti që 14 muj, di rroga i kam marrë ka 148 euro. S'ka. Vetëm di i kam marrë. E si imam pra, i kam 104 rroga pa marrë si imam, si vaizi xhamie sa që ku kemi fol 30 vjet me radhë, 104 rroga i kam pa marrë. Edhe si mufti 4 më buj vetëm 3 i kam marrë, të më falni 3 rroga i kam marrë, edhe këta si kam marrë, ja unë jam ki pra. Tha jo, tha, unë s'jam ki. Kush jeti? Tha na jemi 5 vllazë, 1500 miliard i marrëmi. Tha, ashtu po na vinë, po vinë ato. Pak po pim, pak po ham, pak po shëtisim, pak po knaqemi, po rrim, po knaqemi. Ki burri që e kajmë në bazar, ki e din shka është pasuria. Ki ka thanë, jo, nuk e pranoj ka thanë. Po ka thanë mua më liron Allah për zërë në gjahnemit për shkak të sadakës time. Ka thanë ti të liron, por mu më ropnën. Ko e di unë e gjalljet shka i thot gjallit tem nesër. Duhet të jemi të mvarën nga vetvetja dhe të trazuar mirë. Ka thënë jeni prej sahabëve radiallahu ta'ala anhu. Ka thënë ai, unë nuk e di, kështu ka thënë, unë nuk e di. A 7 persona ishim atë, kam harru ka thënë. Edhe unë po e transmetoj si ai. Pas një munges, pa mangësi, pa shtes. Ka thënë unë nuk e di. A 7 vetë kem 7 persona atë, kam harru ka thënë. Rasulullah sallallahu u gjep në mesin tonë. Na tha, o ju 8 apo 7 sa kem. Na tha, ama jip një besën, i kanë thënë ato, ja Rasulullah, në qishtë e pema atje në beja ato rreduan, atje ta kemi dhanë besën. Ka thënë, nuk jam të folë para të besë, po du një besë qëtër me më thënë, ju këto sa e një 7 apo 8 këtu. Ka thënë, folja Rasulullah, ka thënë besën për disende. Me më thënë besën për disende. Ka thënë, shka e në ato ja Rasulullah? Ka thënë, me më thënë besën, se nuk jifni ma shumë se një zotë kur. Kështu ju ka thënë, me më thënë besën se nuk kur nuk do të njifni ma shumë se një zotë. Kur do të ndodhë që të ketë ma shumë se një zot? A të ndodhë dhe njëherë që të ketë ma shumë se një zot? Po, mund të ndodhë dhe njëherë që të ketë ma shumë se një zot, por nëse ti këtash ke hapë veshin me ndëgju, si mundët me ndodhë ajo? Kur të shesh në rrugë njenin, i ka disin po këndej, atëherë pra ka dhe një zot që ja ka vua ti këndej. Në këtë rast, si të shifësh ndodhë ajo punë? A ka ndodhë kjo të njëherë, kur së ndodhë? Kështu pra, tha, mës të ma jip një besën që i snifni ma shumë se një zot. Tha, më të dhamë besën, ja Rasulullah. Tha, e tjetërën, ditën, tha, qka ke për të na kërku, të regona? Tha, me ma dhamë besën e zotit një, që ju deri sa të vdisni s'keni me ju kur falë kur kuj. E s'ga të ndorën, tha, të 7 apo 8, sa kem ja dhamë dorën. Ka thënë ki burri që i transmetën këtë njarje. A 7-8 kam haru, por ata të gjithë kanë vdek, ka thënë kam met vetëm unë. Ata vdishën në për lufta. Ne deri sa jetum këto 7 apo 8 sa kem, ka thënë, kur i bike njenit prej kalit kam gjia në tokë, nuk i thëj ke shoshit vetë afroma, zbrit ke prej kali e mirë ke kish frikë se po bjenë puna atje, po i përfalim njëni qëtërit. Kemi zbrit vetë në tokë me marë. Ska mi jep qenë të kerit, vetë du të me shdrim me i marë. Ska qitë alla telefonin, vetë du të me shku me marë. Se ti je musliman, ti je i fort, ti je vetë pasuria pra, ti je vetë kënës, ti je vetë arë, ti je vetë pasuri, ti duhet të bajsh dritë
pasuria më e madhe në këtë botë jeti, ka thënë Allahu xhalla xhelalu, në këto sende që i posedoni ju, pastaj i keni disa hake, du t'i mësoni urgjent ato shpejt tranzit prej hoxhës, të mos vjen hoxha, të mos shkosh tim te ai, të mësosh gjithë ditën një punë. Çka ka hoxha fini çaj zgjat, çka është zgjat? Për shkak ka kjo fitra për vet. Tash te edhe kia konsideron vetë njeria. Hoxha fini vetë Allah fitër, po si vetë zaka fitër. Hoxha fini ki zgjati ku i pi takon, po zgjati takon fukaras. As ban Allah mi dhon drejt atë fukaras pas zgjatin tem, drejt mi dhon atë sun shëm ka dhon mua, as bana. Çfarë është punë kështu? As ban ke Allah kamionin tan mi dhon atë qendrit pa dhon ti drejta. As ban Allah me dhon mi pa dhon atë mullimin tan, të hiç pa para se me dhon ti mi dhon atë qendrit, as ban ke. A bajke Allah a shëndetin tanë që ta ka dhënë ti mi adhona ti qete, pse këta, se s'verët lënë kështu punën, me i pasë endet kështu. A bajke Allah a tarët e tua mi adhona ti qete, para se me ti dhënë ti. Ka thënë, wa fi amwalihim haqqun ma'lum, lis-sa'ili wal mahrum, në pasurit tuja një pjesë sa shëjubja. Në pasurit tuja një pjesë nuk ka shëjubja. 10% e parave sa shëjubja. Në 20 mithkal, 85 gram ari, fillon nisabi norma që duhet të llogaritet pastaj në 2%, ajo sa shëruja. 200 dirham dukat, që bën 600 gram, 617 gram 53, ata nuk janë tuaj, prej atij duhet të filloni që të jepni zakatin e atyre. Gruni 10% nëse është palladit, në nalësi, nëse është në sistemin e ujitjes së shtetit, duhet të jepet 5% zakati, sa shëruja. Livalli s'ka zakat fare. 1000 hektar livalli pas nuk ka zakat. Ku shikon 1000 hektar shamak, s'ka zakat. Ku shikon 100.000 hektar zabel, s'ka zakat. Ku shikon 100.000 kuval, s'ka pela mrena, nuk ka femna mrena, s'ka zakat. Ku shikon 1.000 magar, 10.000 magar, gomar, s'ka zakat. Ka njëri ka thonë ja Rasulullah, unë ruj gomara, ka zakat për këto. Ka thonë se më ka zbrit Zoti për këto kur gjatë. Kështu i ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vetëm se ka thënë ja jetë për mledhës, i cili ka thënë të mirën sa një atom të vogël e gjeni, të keqen sa një atom të vogël e gjeni. Pra, kështu ka thënë, se më ka zbrit Zoti për këto nërë. Unë me një xhami kam shpjeguar një sen për këto, nëse më ju më lejoni, po e ceki prapë. Por e kam lidh atë me referendumin, tash në referendumi ka kalu se disa ka vlerë. Ka kalu me sukses të madh. Ashtu si që është para pa ka kalu. Një qun në Zhelin, do këtë kam thanë, në xhami, një qun ka marrë një gomar, ta shti kjo jashtë atë vëstime kjo. Jashtë, unë kam të drejtë të dalë pak. Ashtë një pauzë e vogël që të freskohet truni nga kuar. Një qun ka marrë një gomar, sepse këto prej kafshëve, më të pashkollum që janë gomar. Prej kafshëve, më dibidusi, më qiski, prej kejva është gomar. Po, për ata i ka thana që e gjallin të shpia leje pa shkollu i bandi. E ka marrë një qun, një gomar, për kërpeshi me nëzirë prej këndej lumit, a ndej lumit mbi një urë të vogël. A e ngre për kërpeshi, a i gomorin ngre të prapa. Shka të baja, a i zdin rishë. Prej mëngjes deri në drejtë. Kaloj hoxha me shku namaz drejkës e pa ata ku mundu ati, edhe u prek thellë, tha pse kip po mundu ati, ishte 13 veçaraj. E fali drejkën, kur doli, aje edhe ala ishte ati, akoma ishtu mundu me ten. Tha o qënë, tha qka po i ban këti, tha o e fendi, tha unë po du me nëzirë këten, tha prej këndej, andej e kam punën. Tha pse s'po e nëzirë pra, tha unë po e ngrej, tha a i po ngrejt andej. Tha ti i ke fajet, afro, ati qunit, afro. Tha ktheja bishtin ka ura e pastaj ngreja për kërpeshë. Kështu i ka thënë me fendiu, këta hoxhallarët me të vërtet janë mësues të mirë. Në secilin rast prej këtyre mund të mësojsh vetëm sende të mira. Ku ti takoj shpiti se s'ka, kejt fjalët i kanë të klasës parë. Kejt i kanë të klasës parë. Por atë nuk lejohet në xhami tu kallëzohet gjatë debat, ka thënë njëri, ju e keni manipulu popullin më dhe pse e keni manipulu popullin, ka thënë, kur po folin xhami pse edhe neve pak s'po na lini pse, mos jam të thënë unë fjalë të klasës ditë 34 që do ti të kyçesh. Asnjëherë s'ka debat, sepse vetëm unë altan ti qërpish nuk mundët. S'ndrohen bazar, nuk ndrohen asnjëherë. I ka thënë ai, ktheja bishtin ka ura, edhe pastaj dil ngrej për kërpeshë. Ai e ngrej për kërpeshë, ai ngrau mrapa, ai ngrau mrapa, nga dalë qitja ndi. I
tha i quni hoxhës, tha efendi, tha pse kështu, tha pse kështu, tha o Miriam, tha, ki, kështu e ka marë. Kjo thash e marë e këti, tha, ki kështu e shë botën. Kejtë bota kam thënë, 1 miliard njerëz Evropa i ka dhe 300 milion Amerika, 1 miliard njerëz e kanë pasi ki referendumi ashtë paven, vetëm një Todor Petrov shka ka e të masë e ka pasi a paven. Nuk mundët në zbanë në ngre mrapa, nuk banë në ngre mrapa. Du të herësin para, islamin e në tash tha, në klasë të mësimit, dhe një shembull, në klasë të mësimit, të jemi të freskët në orën e mësimit, të rrim para mësuesit kështu, ta shohim atë në dritë të simit të fol, ta lexojmë çka ka ndërmend në thënë, pasi që pas asaj që e tha, kjo është libri jon, Kurani Kerimin me këta ajete që i ka mbrena, kështu duhet ta shohim ne. Ata duhet ta shohim në dritën e mbrëmshme të simit atij, me dritës së simit ton, që të takohemi me një pikë dritës së bashku, që të udhtojmë në udhën e drejtë me atë që e kemi në pasuri. Allahu Gjelle Gjelalu ka thënë në Kurani Kerim, Karunit, ati sekretarit të Firaunit i ka thënë në Kurani Kerim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kjo është Islami jon në lidhje me pasurinë. Ka thënë, ati i kemi dhënë pasuri aqsa, një grup burrash të fortë, qelësat e magazeve të ati s'kanë mujtë me ngrejt prej tukë. Qelësat e magazeve, një grup burra të fortë. Kështu ka thënë. E pastaj i kemi thënë ati, ahsin kama ahsan Allahu ilayk. Jepi tjerëve si të kemi dhënë ti. Plotësoj obligimet pra, plotësoj obligimet me pjesën e pasurisë që nuk është jotja, që të kemi dhënë ti. Ka thënë ai, ka thënë, wala tansa nasibaka min ad-dunya. E hisën tane, pjesën tane të kësaj dunjoje, mos e harro kurrë. Ti nuk ka thënë Allah mbyllë partin. Ti je musliman, ti duhet të jesh. Jo, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juve, muslimanëve ju ka hije të jeni të pasur. Muslimani si ka hije me qenë i varfër. Në asë një mënirë muslimani si ka hije me qenë i varfër. I varfër janë shti kur falur, në mësum që të mos i kur fali më kërkuj tash. Pra muslimani duhet të jeti pasur, por ai duhet të jeti pasur nga puna. Ka thënë, Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina, të lus që të më jepësh shpëtimin, të më jepësh pastrimin, të më jepësh qëllimet e mira, të më jepësh këta më në fund ka thënë, të më jepësh pasuri. Sepse janë disa punë në këtë botë, nuk shtihen të para pa pasuri. Ata nuk shtihen pa pas. Ne muslimanët nuk banë me qenë bishti i kësaj bote. E qerë të kenë pasuri, ne në trokitin gjithmonë në dyrët e atyre. Ne duhet të jemi ata që tjerët duhet të trokitin në dyrët e tona. Ka thënë, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Një pjesë e madhe, e majme e pasurisë e kësaj bote të Allahut që ka falë, duhet të jetë në përdurët e muslimanëve, por ato duhet të dinë se ata janë kalimtarët, ajo pasuria jetë. Ata shkojnë, pasuria jetë. Jo në të kundërtën, unë jes, ajo shkon. Ti shkon, ajo jetë qetri. Vetëm këta ta mësojnë, por duhet të kemi pasuri. Ne duhet të kemi pasuri që të luhatim këtë botë si të dojtë, në luhaçkën tonë të luhatët bota, në luhaçkën e pasurisë tonë të luhatët bota. Këto janë muslimanët. Ne jemi kështu tash, pse jemi kështu që jemi, pse jemi të varfër me ndihma sociale. Të kuj ndihma sociale? Ata të planifikuarin që kanë bë plan të na shndrojnë një qep të papunë, sepse ata neve për na jepën ndihmë sociale. Pasuria mund të jep një gjarë për një vërtet, që të kaqë në gjumë dhe të kafshon ditën, edhe natë. Po lëdhine e knizune dhehebe e fidda, ata që rujnë arin, edhe argentin, edhe dukatin, edhe parën, edhe nuk nëzirën hakun e huj prej atyre për ata që meritojnë, ka thonë Allahu Gjelle Gjalu ditën e kiametit, djegën, me të vërtet djegën, duke ju nëzirë, duke ju ngrohë ata pjesë të asaj, të ati arin, dhe ati në zarmën e gjehnemit, ju djegën atyre gjoksi, shpina, anagjaft edhe majtja, me ati se ata i kanë këthi shpinën ati që meriton me marrë një pjesë të pasurijës atyre. Kjo është pra, pasuria mund të jetë një gjarë për një vërtet që të kafshon zotin e vetë. Duhet pas shumë kujdes. Të dashur të mi, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu në kam mësu për qeshin e pasurijës, edhe ata fjallë të fundit që unë do t'i thamë, edhe do t'a mbyllim rubrikën e parë të kësaj, me siguri se ju keni bërë
keni përgatitur një pyetje për të cilën pyetje do të përgjigjemi me iznin e Allahu xhalla xhelalu, edhe duke mbyll këta, po themi, sot në botë ka një problem të madh, për të cilin problem po bëhen statistika të njerëzve ekspert. Ato statistika të njerëzve ekspert po bëhen tashni në Kombët e Bashkuara para 4 ditëve është dhënë deklarata se në botë jetojnë 6 miliard e 400 milion njerëz. 6 miliard e 400 milion njerëz duhet të bëhen pra statistika se a do të ketë me ngrënë dhe a do të ketë me pi. Kanë thënë dikon nga dimi e 25 e këtij shekulli do të fillojnë luftat e reja me emën të ri. Pra nuk do të ngjajnë këtij me luftave deri tash, ata lufta që do të bëhen prej 2025 e andej do të jenë lufta për ujë. Për ujë të pishëm. Me të vërtet, kështu e parashojnë ekspertët që të ketë lufta për ujë të pishëm. Nuk do të ketë më shumë ujë njerëz që dojnë ujë se sa ka ujë me pi. Unë ju them prej këtu. Kjo është rrem. Kjo s'ka bazë shkencore. Nuk ka bazë shkencore. Mund t'i vehet emni se njerëzit do të vujnë për ujë të pishëm që të bëhen lufta për shkatrimin e njeriut. Atëherë nëse dele vërtet se njerëzit do të bëjnë luftë për ujë të pishëm, atëherë Allahu jon krijuesi ka ditë me kriju njerëz më shumë se sa ju ka përgatitur ujë. Atëherë te ai ka problem. Ju a besoni në sallë se kjo mund t'i ndodhë Allahu t'i gabim? Jo, s'mund t'i ndodhë Allahu. E mirë, për bukën? A mund t'i ndodhë Allahu që të vjen 10 miliard njerëz në tokë ato të vujnë për të ngrënë? A mund t'i ndodhë Allahu gabim që në Sudan, në Darfur, atje, të vdes një fëmijë të hipin 300 milion miza me njësi, në rëzgat 200 milion. E pastaj na të bisedojmë se atje ka varfëri, pse s'ka me hëngër. A mund kjo të jetë e vërtet? Pra analizat që banë në Kombët e Bashkuara banë nga njerëzit që i bajnë me hile. Pra unë prej këtu po thëmë, Kombët e Bashkuara po i ceki, me emër. Unë hëcërësët të qerve i bajnë analiza njerëz jo ekspert. Duhet të kyqen në këto analiza njerëz qerë, jo këto shka i bajnë këto analiza. Sëllët njerëz duhet të kyqen. Po duhet të kyqen qifti jemë në siguri. Po qifti jemë duhet të kyqen. I cili del këtu para mikrofonit dhe të thotë kështu. Sa ka rogën universitetit, profesor universitetit në UT, po qifti jemë, kur të del këtu kështu të thotë. Sa ka rogën universitari në UT, e ka 400 euro, po, mirë. Sa ka rogën një këngëtar të bidus që s'ki për ka shkolla. E keni pa pasurinë, e keni pa analizat e Kombëve të Bashkuara sa janë të leta. Sa ka rogën një artist për një film të inqizuar sa pare në raj. Sa shitet Ronaldo dhe Ronaldinho me pare për me lujtë futbal, $100 milion. A është vërtet? Sa është një bilet me i me pa Barcelonën të lujtë me Real Madridin? $1.000. Sa para është një bilet me i me pa një loj në kampionatin botnor? Sa pare i merë Ana Kurnikova për një loj për 4 seta të tenisit? €1 milion, po. Sa pare i ka Beris Beckham në bank? Sa pare i ka një këngëtar, mos qafëzo emrin, ajo këngëtarja që këndoj në fshatrat e mia të komunës së Likovës, ajo këndoj për €7.000 4 orë në mramje, edhe ajo s'ka knu fare. Ajo a di që ka bën bura. Ajo ka bën po ta biu në tash një kastofon, ta kemi nxizu ke dersin në shtëpi, shka thash këtu, ta bi kastofonin mas perdës ati, ta lishoj atë, ai tekniku ati ti tru susat, e unë të baj me gojë si majmun këtu. Po, ashtu e ka bërë, edhe i ka bërë 7.000 frank të zbitër për 4 orë. Po 7.000 frank një më halun e vaj di muj. Ka më hangër, ka më njërë, por do për e mushin barkun edhe për ju plasin gjepat, a i qetri për i del barkun në shpinë, se s'ka që ka me ngrënë. Po, problemi, ku na qenë ka pra? Problemi na qenë ka të ndarja. Një gjami për të ndërtu me një fshat prej fshatrave të tonës, duhet me ullodh një fshat, me të vërtet, duhet me ullodh një fshat me ranë në kokër të shpinës për me ndërtu një gjami me varfërinë e Zotit. Por një salë të këngëtarve edhe një salë të lotës e të totës e ndërton qëtërkush, edhe ndërton me 700 milion drita, 400 milion ngjyra. Që ta qetat moderatorin gjatë bavit, gjatë jeshil, gjatë sarit, gjatë hop, gjatë trash, gjatë gatë, gjatë vogët. Qka është kjo punë kështu? Ka pasuri, e pastaj, njeni nuk ka një pushk me dalë me vra një le për a i fukaraja, nuk ka një pushk me dalë
pazarrit ta vrat një lepër, ta bjen në familjen e vet me ngran, ai s'ka push me vrat një lepër, a njëri i ka një anije e cila thuhet se të jetë një botë në vete. Pra njëri harxhon 95% për armatim, a tjetri harxhon 85% për armatim. Këtë kjo së bashku është pasuri, e kur të harxhojsh 95% për armatim, e ke një vend në botë, 2 vende, 3 vende, 4 vende, kurse kur njerëzit nuk kanë bukë me ngrënë. Ka pasuri, po ku po shkon, ku po harxhohet ajo, të dashur të mi. Fjala e fundit kështu pra. Kur të japim 95% për armatim, e ndërtojmë armatimin. Armatimi pse ndërtohet? Pse ai ndërtohet? Për shka ka armatim në botë ka të shumë? Pse ndërtohet ai? Ai ndërtohet për ta vrarë njeriu, për ta mit njeriu. Pra ata që ndërtojnë arsenale të ushtrisë, për ata duhet ta dinë një sen, se ato asnjëherë s'kan me qenë në vetdije të plot, derisa nuk tërheqen nga armatimi i madh ashtu që të hanë njerëzit bukë. Me i hek ato të dhëna, që armatimi ndërtohet për me vra fenomenin njeri, për me myt me shtin tokë, me i tërheq ata, me u bë ata të mençur, ata të mençurit me u bë të mençur, që të tërheqin prej 95-ve, të zbresin në 15%, me 85% të pasurisë së bote 105 miliardë. E këto janë statistikat e vërteta. 105 miliardë njerëz në këtë botë, më i varfër i atyre është i pasur sa zonja Onezis. Po, më i varfër i atyre sa zonja Onezis. Më i varfër. Nëse vetëm 15% harxojnë për ushtri, edhe 85% harxojnë për standardin. Për ta ngritur standardin. Çka i duhet njeriu kjo? Çka i duhet njeriu këto fenomene kështu? Çka i duhet njeriu këto bek, këto F, këto 16, këto çka i duhet? Me mit njeriu. Unë me të mit ti. Unë me të vrat ti. Që ti të vdisësh të jetoj unë. Qëllime, ti duhet të vdisësh, du të vrasë unë që të vdisësh. E që të vras ti, unë duhet të jetoj. Kur të jetoj unë, do të knaqem. E ti të kam shtin tokë, ti kam qitë 100 kg vaj për sipër. Kështu po luhet me pasurinë e Allahut në tokë. Këta punë po banë, sepse ne nuk mund të thomi në këtë botë të rrjedh një lumë, e ka emrin Amazoni. Prej perëndimit të Lindje në Brazil. Në këtë botë rrjedh një lumë, e ka emrin Nil. Pra rrjedh prej jugut në veri, derdhët në tokë në detin Mesdhe. Në këtë tokë është një lumë, ka emrin Mississippi me degën Missouri. Pra në këtë botë është një lumë, ka emrin Volga, njëri ka emrin Sanxhi, njëri Kangxhi, njëri kështu, njëri. Këto lumë të rrjedhin këtë tokë. S'ka ujë me pi. S'ka ujë me pi. Si s'ka ujë me pi, Amazoni, si s'ka ujë me pi. Amazoni është në këtë botë. Po ti ta shtuj kështu. Larg, o gjafene, larg. Unë të pis një sen? Peshki sardina, prej ka ka prej anën? Prej atje ku Amazoni rrjedh. Ka erdha i këtu, edhe ju i mund të vjetë. Po mund të vjetë. Kafe, Brazil, kafe, to Brazil. E ke pa? Ka kamrija e këtu? Edhe ju i ashtu mund të vjetë. Uj vital është prej Francë, nuk ka prej Tëtove, nuk ka prej Buzovcaj. Nuk ka prej Buzovcaj, s'ku me shalë. Aja është prej Francë, uj vital. Pra po vjeta, është të vëtesi, po Amazoni, mos ashterë, a kanë të gjuti kur së ushterë Amazoni. Mos ashterë Nili, mos ashterë Volga Elbet, mos ashterë Mississippi, mos ashterë Helmet Sanxhi dhe Kangxhi, mos ashterë lumi Sejhun edhe Gjejhun, mos ashterë lumi Frat edhe Dicle, mos janë shterë këto lumej, mos ashterë Volga edhe Danubi. Së janë shterë këto, vardari po rrëllë, ne ki pasa i një shteti vogël. Për pak jam kam të marrë një ditë kër e kam pa hartën e shtetit tonë. Për pak jam kam të marrë për hartës me shtin gjam mundëk se konzerë. Me marrë me vete. I vogël, për 20 minuta për ishte pjesë teme në saltet e dozë, tash kur të dalë këtu pa i ju në shpionë në shpiterve. Unë ju kam zjedhë për 4 orë me kja, për kufini. E ke pa, lumi vardar shkoj në Greqi, gjaj në mujë që për shkoj në Greqi, në do të leftojnë për ujtë pishëm. Po pësa ju i për shkoj në që po pi? Shtë një kërjet të ati. Sa të dush ujtë? Allahu Gjelle Gjelalu, me këtë unë dhe kam bjullet. Allahu Gjelle Gjelalu, ati nuk mund t'i ndodhë kësi gabime që të bajtë të sjell njerëz në tokë, e s'ka pregadit rëskin për to. Gabimin bëhat pra kur të manipulohet ndarja në durët e njerëzve egoist, e bëft Allahu Gjelle Gjelalu, që ne të jemi sante në këtë natë të Ramazanit të pranuar, të Allahu Gjelle Gjelalu, me gjithë punë që i kemi kri gjatë ditës, ne jemi në 10 ditët e fundit shpëtimit të zjarmit, shpëtimit qafës tonë prej zjarmit të xhehenemit. Ne jemi 10 ditët e fundit të natëve të i'tikafit, jemi duke i thanë Ramazanit mujtë të madhe jam të mirë, por jo dinit tonë jam të mirë.
Ne jemi të i thënë këti muj lëm të mirë, por jo parimeve islame lëm të mirë. Ne jemi të i thënë këtive ditave të këti muj 2004 lëm të mirë, por jo jemi të i thënë lëm të mirë asaj që është bujaria e si islamit tonë, në pëdarim për Ramazanin, po pregaditim për haqin. Praj na përshkojmë prej shkallës në shkallë, na përshkojmë të ngritë për pjetë. Me Ramazanin jemi ngritë, tash po ngritimi me haqin, inshallah, ditë pas dite të ngritë deri në shkallën më të lartë të dashurisë tonë, ndaj Allahut dhe dashurisë dhe mirësisë atij ndaj nesh, me kaq praktante në inshallah në përmet pyetjeve do të dëgjohemi, e bëft Allahu në të pranuar me gjitha punët inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë hoxhën e nderuar për elaborim kaq të mrekullueshëm si edhe çdo herë, duke lutur Allahun fuqiplot që të shpërblejë të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Besoj se të gjitha këto fjalë kanë lënë ndikim në zemrat tona dhe do të pësojnë ndryshimet e të mirë inshallah. Sa tani do të vazhdojmë me pyetjet e juaja. Në vazhdim pyetja e parë. Si e përdorën sahabët pasurinë dhe ku e investuan, nëse ka mundësi edhe në ndonjë shembull? Përgjigjja e shkurtë e kanë përdorur rrugën e Zotit, pra. Shembulli në luftën e Tebukut, Rasullullah është deshë të udhëton 850 km në kam me sahabët. Ka pas njerëz që kanë deshë të shkojnë në luftë, Rasullullah i ka kthi pra, ka thënë la ajidu ma ahmilukum alej. S'ka ku më hyj. S'ka. S'kemi në shpinë të kujme, s'ka kuaj, s'ka deve, s'ka, ktheni pra. Uthman radiallahu ta'ala anhu, ai që për te folëm tash. Ai ka thënë, ja Rasulullah, një të tretën e ushtrisë së Tebukut e përgatiti unë. Modern, e sponsoroj unë, modern, por nuk e sponsoroj misin, e sponsoroj ushtrinë e Tebukit, një të tretën. Të nesërmën ka thënë, ja Rasulullah, të tretën e ditë, ma len muë, me deve, me ushqim edhe armatim, e bajun, të nesërmën ka thënë ushtria e Tebukut, është e financuar nga unë Osman ibn Affani, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Uthman, inna Allah yuqri'uka as-salam yaqul, sal Uthmana, قل لعثمان إني راض عنه وسله هل هو راض عن ربه ثو يسماني تي ka thënë Allahu xhalla xhelalu pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam unë jam I kënaqur me te pyet atë a është I pajtuar në mua kështu pra sahabët pasuria e sahabëve Abdulrahman ibn Auf radiallahu ta'ala anhu ka ardhur një rast prej rasteve prej Medinës në Damas në Sham me 700 deve karavani I Abdulrahmanit I njohur tregtari profesional I kohës së profesionalizmit të tregtisë së mjeshtrive të tregtisë profesioniste islame ka ardhur ka shit 3 muaj në Damas 3 muaj ka ble sende ku ai din se ku duhet me ble dhe sa I ble për 6 muaj ka kthi në Medinë kur ka kthi mas 6 muajve në Medinë e ka gjetë arabisht I thënë kahat e ka gjetë fat terrenin s'ka me ngran njerëzit janë shtri për toke 700 deve bajnë 700 ton pasuri ai I zbraz ato në qendër të Medinës edhe lajmëron atë punëtorin e vet që t'ju thot besimtarve mali waqfun lil muslimin pasuria ime është vakaf ajo nuk shitet mirni hani ashtu ju duhet këto janë sahabët di shembuj mendoj se shembulli mas shembullin atë që sahabë nuk rihet sepse është një jetë tjetër prej tonës këto janë di shembuj shumë modest në lidhje me atë që ju keni pyetur. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Një herë të vëllau përshëndet me asalamu alaykum. Ju lutem nëse mund të na sqaroni diç për ata vëllezër që shkojnë për punë në Irak dhe a I kanë halal ato pare dhe si është gjendja e tyre nëse vriten. Në Irak duhet të pritet kush ka me shkua që me punu, duhet të pritet pak, nuk duhet me shkua që ty të mvish në shtëpia jeme kur unë jam të fshi o gjakun aty, të bash me thirr. Ja po do me ardhë mundësi atja. Edhe në vazhdim një pyetje e ngjashme por është më e gjatë. A është e lejuar nëse po pse, nëse jo pse, kur vetë irakianë po veshin policë ushtarë dhe po I shërbejnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta shkatruar Islamin, shtetin dhe popullin e vet, e na të mbyllur pa uniforme pa armë, se në të kundërtën të gjitha shtetet janë jo islame në botë. I kemi edhe armiq. A kemi njerëz në mërgim që dhe ne kemi edhe njerëz në mërgim që shërbejnë për ta. E kjo para është haram. Ju lutemi që për këtë pyetje dhe një tribun fillim mbarim vetëm për këtë ballë.
Pyetjen tjetër në vazhdim, një shoqëri që të jetë e shëndosh, sa elemente përmban në vetë? Shoqëria që të jetë e shëndosh duhet të jetë shoqëri fetare islame. Ai duhet të beson besim të vërtet, të palohatshëm në një Zot, edhe çka kërkon Allahu xhalla xhelalu kushtet e besimit duhet të ketë të gjitha kompakt në vend, edhe pastaj aparati funksionues i rrotullimit, i rrotullimit të jetës asaj duhet të jetë në suazat islame, ajo ana shoqërore, ana sociale, ana politike, ana politike, ana ushtarake, ana arsimore, ana shëndetësore, këtë duhet të jenë kompatibil me atë që Allah kërkon për një shoqërie. Në atë rast konsiderojmë se një shoqëri është e shëndosh, duke pas kujdes që halallën edhe haramin ti din mirë edhe ti dar, të ushqehet me halal ti largohet haram. Pyetja tjetër, çka mendoni për inkuadrimin e muslimanëve në Europë? Muslimanët e kanë obligim që të hyjnë në Europë. Muslimanët e kanë obligim që të hyjnë në Europë. Ne së bashku e kemi obligim që të punojmë për hyrjen tonë në Evropë, sepse ne, kur të shkojmë në Evropë, kemi shka me qua atje. Këtë tribun që e kam majtë unë, këtë tribun që e marë një vlau i imi hoqë, këto tribuna, evropianët kam nevoj me ndëgju. Pra, na duhet të hyjmë në Evropë. Atje kemi shka me qua edhe kemi shka me marë. Në Evropë, pra neve në ndodhin disende. Atje kemi shka me qua, shka me marë me vete, me qua atje, edhe kemi shka me marë prej atyre. Ate që kemi na me qua atje, janë parimet tona të pashkelura të cilët Evropa ma i ka mësu, nuk mohon, të pa mohushme, parimet e islamit të pa mohushme. Edhe që kemi marrë prej atyre, atë që kemi harru në shtëpjen tonë, atje është shkurja në punë me ko, dalja prej pune me ko, puna me ko, pagesa sa duhet, vlerësimi i njeriut, pastërtia në nivel, rregullimi i vendit. Këto janë, ato i kanë që i kemi haruna, i mësun prej ne, i mësun në Kordovi kanë mësun prej ne, në Spanjë kanë mësun prej ne, i kanë zbatu ato i kemi haruna, që të shkojmë të takohemi me ata në mtekët, të t'jumtekim ati me disa sende që ende s'kanë mërite ata, t'i marim disa sende që i kanë marë prej ne, sepse unë në tribunë kam thënë kështu, në ligjëratat e mia kam thënë kështu. Na po e implementojmë gjysmën e islamit me emrin e islamit, ato po e implementojnë gjysmën pa emrin e atij. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Përse miremi më tepër me çështjen e qafirëve, pra jo besimtarë, e jo me munafikët, duke ditur se rreziku më i madh vjen nga ata. Allahu fuqiplot në 3 ajetet kuranore flet për çështjen e qafirëve, ndërsa 40 ajetet kanë të bëjnë me munafikët. Në Kur'an flet për sa ajete për qafirët? Për 3. 3 ajete? Kush e ka shkruajtur këtë pyetje duhet të korrigjohet se çfarë nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që Kurani i Kerimi për kafirët flet në 3 ajete, nuk është e vërtetë. Ato janë më shumë se 300. Po është e vërtetë se për munafikët ka shumë ajete në Kurani i Kerim, edhe bile një nga 104 surat e ka emrin surja e munafikëve. Një nga temat e këtij kallëpi të njerëzve janë të shpërndara në këtë Kurani i Kerimin. Qish në fillim të suratul Baqara fillon Allahu me fol për këtë. Edhe është e vërtetë se këto janë më të rrezikshme sepse qarkullojnë në mesin e besimtarëve. Këto mund të jenë në sofër, mund të jenë në zyre, mund të jenë në kerr, mund të jenë, këto qarkullojnë në brendi. Munafiqët kanë definicion. Mund të njihen ata, mund të njihen. Ka thënë, "Ellezine yaquluna ma la yaf'alun", ata që folin nuk e bajnë janë ata. Pastaj ka thënë, "Ellezine yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim", ata që folin me gojë atë që nuk e kanë në zemër. Këto janë ata. Mund të zbulosh, por nuk i kanë fajin munafikat të na. I kanë fajin ato që mendojnë se janë të sinqertë se dinë se ki ka munafik. Këto i kanë fajin. Ata që janë të sinqertë nuk janë radhit që të shohin sa janë të sinqertë. Nuk janë radhit në popull këtë, në përgjithësi nuk janë të radhitur që të dimë sa janë të sinqertë. Njerëzit mendojnë kështu, se të sinqertit duhet të jenë ata që shkojnë me fal namazin 5 herë në ditë. Kështu edhe u kri puna. Kush falet tash i mirë? Sa është kështu? Në Islam nuk është ashtu. Kush falet më një herë së vërtetohet se është i mirë. Sikur çka nuk mund të vërtetohet se kush nuk falet mund të jetë i mirë. Unë s'fal apo nuk i mendoj keq kërkuja, ajo pala tjetër. Unë më nuk fal në xhami, nuk shkoj, po këtu jam mirë. Ja ti këtu s'mundesh me qenë asnjëherë më mirë se Kinxhi. Asnjëherë. Ai Kinxhi ka një zemër shumë të mirë se ta. Si të mendohet kështu pra. Ata që falën në Medinë, është falë një njeri 8 vjet e gjysëm, sepse namazi është farz në ditën e ditë. 8 vjet e gjysëm është falë njëri. Në Medinë e ka në Abdullah ibn Ubay ibn Selul.
As një namaz Allahu s'ja ka pranu. Bash as një namaz. As një herë ki njeri prej xhehenemit nuk del, a falë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të thotë, unë falem, tash ka falen janë të mirë. Jo, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi të ndalon prej të keqes. E pse njerëzit e tonë pa falen edhe s'po i ndalon, pra kur të falen duhet të dihet pse po falen ato. Kur të shkohet në namaz të mirë të abdes prej abdesit, edhe prej njetit edhe namazit, operacioni namazi është operacion që fillon me tekbir mbaron me selam. Kja është namazi. Operacioni islamik fetar që fillon me tekbir mbaron me selam. Prej tekbirit deri në selam, i koncentruar për Allahun xhelle xhelalu gjithë sektor. Nuk mund të ndal namazin prej të keqes. Namazi prej të keqes atë njeri i cili tu fal, mas tu fal. 8.000 kilograma hektari si vetë gjithë të një shumë. Ata bananat, metën pashita, po metën pashita për pa namazin se ndarë njëri për të keqës, absolut. Namazin e ndarë për të keqës atë që e banë namazin të koncentruar, që që të në Allahu xhelle xhelalu, atë e ndarë për të keqës. Pra, ata që i s'falën, edhe ata s'kanë të drejta, me thanë se në mes falën me pajimi të mirë. Të mirë janë vetëm një grup njerëz. Të mirë që i donë Allahu janë ata, të cilët e kanë pasuru zemrën me iman, e kanë komentu me punë. Këta janë të mirë. E kanë ngjyros zemrën me iman, me besim, e kanë komentu besimin e vetë me punë të mira. Këta janë të mirë. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Një krye familjar e ka djalin në gurbet, së paku 6 muaj, pa u kthyer. Dhe djali është edhe i martuar. Baba i tij vendos të shkojnë në haxh, por me paret e djalit. Djali kur kthehet nga gurbeti pajtohet me mendimin e plakut duhet të merret vesh vetëm me djalin apo edhe me të rren, që ndeti së paku 6 muaj pa burr. Por rreja nuk është e pajtueshme, pra qefli që vjerit të shkojnë në haxh me paret e burrit të saj. Dhe nuk ja bën halal, çka duhet për këtu? Se i thot, pse s'ke menduar vetë për të shkuar në haxh? Kjo reja halas ka fitu qatë shumë pushtet që të vjen vjerë t'i kalzonë si duhet e të shkojnë të botë. Është kjo në këtë rast silën si mbretnesh në shtëpi. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati gjallit që ka ardhur baba është anku për të pejgamberion sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur prindit e pejgamberion është anku për gjallin, ka thënë gjallin nuk po mjek. S'po mban, s'po mushqen, s'po mbikëshir. I ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shko në shtëpi, bere djalin këtu, të diteni. Ai shkon edhe e merr djalin të ardhë për udhë, i thot disa fjalë në vete baba. Djali përkau, i thot ai disa fjalë në vete. Ato fjalë, kur vinë me djalin të pejgamberion edhe ulën, i thot Rasulullah ati babës, çka ke fol për udhë të ardhë? Ka thënë ja Rasulullah, po unë nuk kam bën zanë. Unë kam zanë, është e vërtet se kam zanë të ardhë për udhë me gjallin tim rrugës, por nuk kam bën zanë, gjalli se më kam dëgju, tha. Unë e di që gjalli se kam dëgju, por vllau im Gjibrili më ka informu mu çka ke folti të ardhë për udhë. Thuje tash. Ka thënë, kam thënë, ghadhawtuka mawludan, wa mintuka yafi'a. O fëmijë jem, ai për udhë pa pas thënë kështu në vetën. O fëmijë jem. Të kam rrit dhe më ke lanë pa gjumë, kur ke lind, e ti pastaj ke qanë natën, unë kam nejtë qutë për ti, ashtu edhe nana jote. Pastaj të kemi latë të ditë dhe të kemi veshë, të kemi ushqi dhe të kemi rritë. Po ka qenë mirë. Ja rejtë kem kun të falu, misle ma gjerë më gjaviru je falu. Ti barëm të shesel me mua si ku ishja i keqë. Shtu i ka thënë gjallit vetë. Ti barëm të shesel të spaku si ku ishja i keqë me mua. Kështu, kjo ngjarje është pak më gjatë, nuk kam kohë në pyetje të përgjigjem për këtë ngjarje, por Rasulullah i ka thënë këtij gjallit, dëgjom, kështu i ka thënë, dëgjom. Dëgjom ti ajo nusja që i ka je bëm rëndesh. Dëgjom mirë, ka thënë, anta wa maluka li abik, ti dhe pasuria jote jeni të babës. Kështu i ka thënë, dëgjom, ka thënë ummeti im deri ditën e Kiametit. Djali dhe nusja ati me këtë çka posedojnë janë të prindit. Ka thënë, anta wa maluka li abik, aja është pushtetmbajtësi i pasurisë derisa ai të jetë gjallë mbi tokë. Kur të vdes ai, pastaj ato qerët folin. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, njëherët edhe përshëndet. Selamu alaikum. Ju lutem të tregoni pak për pasurinë e fituar me kamat.
me fajt, pra, sepse kam një shok I cili nuk e kupton se është haram, dhe ai është këtu prezent. Ju lutem, ai thot që 20% nuk quhet kamat. 20% nuk quhet kamat? 1 mikrodinar është kamat. Ti kam dhënë 1.000 euro, me mi kthi 1.001 mikro euro. Që ajo 1 mikro euro kamat është. Nuk ka 20% nuk është kamat? Unë nuk e di të falni tash, nuk po emocionom kështu po. Prej ka këto kështu. Duhet të punojmë këtë së bashku ta dinë kush po I shtin këto në popull. Sepse mund të hinë në popull si sende pastaj na të mirëmi gatë kohë, e s'pana lanë me dalë te Guri Mexhës. Absolut s'pana lanë me dalë te Guri Mexhës me kësi sende që po hinë prej jashtë. Ditë pas dite një send 20%. Të kthehet te zeqati pak? Zeqati është 2,5 në para. Një zeqat është për 110, 10%, vetëm një zeqat, edhe vetëm një zeqat është për 20. Mësu kanë brëzik ti qunit helbet këto sende. 10% thama është gruni, që është pa ujit, edhe 10% është altani, zeqati 10% I altanit, nëse e ke gjetë në tokë. A ditë që ta gjensh, zeqatin 10%. A ditë, jo një mot kur të balë, a ditë kur ta gjensh. 10% zeqatin e ka, ki malë që e ke gjetë në tokë. Por ju gjemë të ri, se dhja e polori ju atë punë, kana, do ju ba I shjazi në përkodra të kërku altan me ka. Se ti ka jo a lutë, jo loja jo. Të ne kanë ba malin këtë vora. Po e kanë ba kështu sepse ata po kërkojnë altan. Nuk po bindën ato se s'ka. Unë ju kam thënë, nuk ka. Por unë e legji ju kam thënë nuk ka. Po ju kam tregu ku ka. Nuk po shkojnë atë ku ka. Me të vërtet, seriosisht, unë ju kam thënë ku ka nuk po shkojnë. Trejta që ku s'ka po shkojnë. Por njeni, atje të ne njeni I ka 64 vjetë më ka thënë, ti, a je serios? Ku për në thunë ku ka? A je serios o për shkojnë ku ka? Unë I kam thënë jam serios, shumë jam serios edhe ti seriosisht ku ka ta. Ama nuk po shkojnë me mërë. Gati, nuk po shkojnë me gati. Ato po shkojnë me kodre, kanë ngri kejt, atje s'ka, ju kam thënë s'ka atje. Më kanë thënë jeni, ku ka pra? Kam thënë të arajote. Atje ka shumë altan. Leqi ka altan si vjet, edhe në mot ka. Edhe në qetrin mot ka. Edhe për gjallin tan ka. Edhe për mipin ati ka. Non stop ka ati altan. Nuk është ja në tokë që e gjenë, e nëzër një herë dhe mua kur nuk nëzër prej ati. Të arajote nëzër për vjet pa ndërprej. Se s'po shkon me marë ati ku ka pa ndërprej. Tha. A I tha kështu. Tha, shumë pas ke ditë ti. Që ka thana ti pas ke pas shumë dije. Altani ka zeqatin 10%, atë që e gjanë në tokë, atë që ta gjesh. Sepse fukarave ju kënë menon. Pse atë që ta gjesh, fukarave ju kënë menon shumë. Por ata, 20% e ka zeqatin nafta. Nafta. A që në Dubai, në Irak, në Saudi, 20%. Prej hiseve, ta shtë do të këzoni shumë ministrën dhe do të dilin për i salë dhe të thonë si ta bajnë këta. Ato në zeqatin e naftit edhe na kemi hise. Ha? Sepse a I nafti është nërkam dhe atyre, po sa është I atyre. Se kështu pra, sendet që janë të akumulume në tokë që ti si e djersit për ata, e kanë zeqatin pak më nëllë. Pse e kanë zeqatin më nëllë? Se ju konvenon të varfurve. A Islami e ka kurdiz zeqatin për të varfurve. A kamata, Allahu ka thënë Kurani Kerim, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. E ka mban shitblerjen halal, bile ka përmend vetëm shitjen, sepse si shitësh blerjet, mos me shitës blerjet. Ka thënë shitblerjen e ka mban halal, kamatën e ka mban haram. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu e fshin kamatën me gjithë kamatarin edhe e ngrit punën edhe djersën wa yurbi sadaqat edhe e ngrit sadaqat edhe zeqatët të vëndit. من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة
ولكن كيف أنزعه كيف لي